Ceremonia e diplomimit për maturantët e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa u organizua në ambientet e shkollës. Pas 12 vite shkollim bashkë me prindrit dhe mësuesit që kanë përjetuar me ta ngarkesën e këtyre viteve, maturantët ndjehen krenar që e mbyllën me sukses këtë etapë. Në këtë rrugëtim 3 vjeçar i kam parë të rriten që nga dita kur erdhën deri më sot. Janë 3 vite, janë shumë dhe pak. Janë 3 vite ku secili me karakteri dhe identitetin e tij formoi të plotën. Pra, secili prej tyre ishte një pjesë e vogël e një mozaiku që sot shpaloset i plot, drejt së ardhmes. Ashtu siç janë, të ndryshëm nga njëri tjetri, por njëkohësisht edhe të ngjashëm. Në emër të gjithë prindërve, desha të shpreh falënderimet e mia për të gjithë mësuesit që përveç se dijes kanë dhënë fëmijëve tanë për kushtimin, dashurinë, punën e palodhur. Një falënderim të veçantë i takon edhe kësaj shkolle. Ju keni bërë më të mirën për fëmijët tanë. Unë ju jam shumë falënderuese. Shkolla ku janë rritur këta ka qenë një ambient i sigurt, edukues dhe mbi të gjitha nxitës për ide të reja. Fëmijët tanë sot diplomohen, jo vetëm me njohje, por edhe me vlera. Maturantët shprehën mirënjohjen për kohën që kaluan në ambientet e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa dhe për mësuesit e tyre që i kanë mbështetur me dije dhe këshilla. Unë jam Anisa dhe rrugtimi im në këtë shkollë nisi në klasë të 7, e ndrojtur në një klasë ku numëroja vetëm djem për rreth. Ishte si një version modern i Barbardës, vetëm se në vend të 7 xhuxhve kisha 7 çuna plot zhurmë, batuta dhe energji. E ndoshta nuk ishin gjithmonë të lehtë për t'u përballuar, por ata djem zën një vend të veçantë në zemrën time, një vend që nuk do mund ta zëvendësoj askush. Kjo shkollë nuk është vetëm një godinë me mure, është vendi ku mësuam, qeshëm, u rritëm, u dashuruam dhe u formuam. Është vendi ku kemi thënë, s'dua të shkoj sot në shkollë, dhe në të njëjtën kohë vendi për cilin nesër do të themi sa do doja të kthesha edhe një herë. Sa herë të kalojmë para saj, do ta kthejmë kohën pas. Do të shohim vete me çantë në krah, duke vrapuar për të mos u vonuar, duke u ankuar për provime, por duke qenë të lumtur që ishim bashkë, sepse këtu, në këtë shkollë, la një copë zemre të gjithë. Dhe nëse do më duhej të zgjidhja, po, do ta zgjidhja klasën time sa herë më jepej mundësia, jo sepse ishim perfekt, por sepse ishim të vërtet, sepse ishim ne. Tani maturantët presin me emocion rezultatet e provimeve të maturës dhe më pas rrugëtimin drejt universiteteve që ata do të zgjedhin. Në shkollën tonë ka një traditë të shkëlqyer, ku një pjesë e mirë e nxënësve ndër vite, sot ata janë në fusha të ndryshme mjaft të suksesshëm, si në fushën e mjekësisë, të ekonomisë, të inxhinierisë, IT-së e kështu me radhë. Dhe jam besim plot që dhe nxënësit e maturës 2025 të traditë të shkëlqyer do ta vazhdojnë. Dhe pa dyshim ata do të nderojnë radh parë veten e tyre, familjen, pse jo dhe ne mësuesit dhe gjithë shkollën në tërësi.